kontakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Javën e kaluar, bashkëbiseduam me zyrtarin policor të Maqedonisë së Veriut në dekadën para slirimit të Kosovës, zotin Avdil Rexhepi. Në pjesën e parë dëgjuam rrëfimin e Avdilit deri në kohën e luftës së fundit në Kosovë. Sonte do të vazhdojmë me pjesën e dytë, ku do të bashkëbisedojmë për sfidat e luftës në Kosovë dhe odisejadën e popullit shqiptar të Kosovës gjatë fushatës së pastrimit etnik nga regjimi pushtues serb. Do të jetë ky një bashkëbisedim unik me njeriun që pa preku dhe drejt për drejt u ballafaqua me këtë katastrofë humanitare që e shkaktoi një regjim antinjerëzor, për çka nënëmet demokraci botërore të asaj kohe të vitit 1999 që quhet NATO ndërmori fushatën e bombardimeve mbi caqet policore ushtarake të forcave pushtuese serbe. Ishte kjo koha kur jeta e njeriut ishte në pazar të momenteve dhe tekeve të policëve dhe ushtarëve të një regjimi më antinjerëzor të historisë së re. Pa humbur kohë le ta ndjekim rrëfimin e njeriut që bëri atë çka mundi për të ndihmuar popullit që i përkiste. Abdul, po flasim për periudhën tani të luftës në Kosovë. Në vitet 97 filluan disa akcione, pastaj 98 një luftë zhvendosje e popullatës, mo në vitin 98 dhe 99 një luftë e hapun me egzod, me tortura, me vrasje plagose gjithandej Kosovës. Me një rast, presidenti Gligorov e pa të paralajmëruar një farë korridorin për Maqedoni, që ka qenë, sido që tjetë famkeq se fjala vetë korridor, deportues të popullatës, flet për një pastrim etnik. Nuk e them që Gligorovi këto e ka thonë me qëllime të tendencës për pastrim etnik, por si një përkras për këtë aspekt, sepse në një mënyrë ka para pa ai luftën. Në përgjithësi, kur ka filluar lufta, ju edhe ti personalisht ke qenë i rrethum edhe me Maqedonë edhe me Serbë në punën ku ke punu. A ka pas refleksion dhe efekt lufta në Kosovë në punën e juve si policë tani, nëse mund të thuhet edhe veç si ndjen? Shife, me fillimin e luftës, ne si personel, do të thonë komandanti që ka qenë aty, me gjithë personelin tonë, nëse bisedojnë atë aspektin e etnive tjera, kemi pas vetëm një Serb, vetëm një ka qenë. Tjerët kanë qenë Maqedon, edhe ne 3 deri në 4 shqiptar. Mirë po nuk ka pas prit punësumve po flas, që kemi qenë aty, nuk ka pas ndonjë sjellje flas në atë aspektin etnik në prezencën time dhe të kolegëve tonë që kemi qenë aty. Mirë po, kur filloi të bëhet pastrimi etnik, atëherë veç ishte një situatë tjetër, edhe Maqedonët e shifshin, ani pse nuk e thojshin atë, mirë po, e shifshin se Maqedonia po rrezikohet, Maqedonia po shqiptarizohet, se ato mendojshin se ato njerëz të cilët hyjnë në Maqedoni, mendonin se nuk do të dalin as njerëz do të lëshojnë Maqedoninë më. Me siguri duke llogarit atë se pastrohet, largohen prej Kosovës, do të kenë ku të shkojnë do mbeten çatje ku do të pranohen. Adel, po kalojmë tani tek çështja e bombardimeve të NATO-s dhe egzodi i papam në histori dhe në Ballkan, ndoshta prej luftës të parë dytë botnore. Ke qenë me pozitë zyrtare Zavenc, komandant i pikës kufitare në Blac. Një shqiptar i ballavaçuar me qinda e mia shqiptar në këtë egzod dhe në këtë fatkeqësi kolektive që i ndodhi popullit shqiptar. Qa mundesh më na shkput nga kjo? Unë mendoj se kom pas fatin apo rastin vazhdon që t'jem të punoj në atë vendkalim kufitar. Po e qunë fat? Po në atë krit fatkeqësi prap fat. Që ka ndodhë në shqiptarët? Jo po që ka ndodhë, po që kam punu aty, apo. Me kret atë, pavarësisht numrin, pavarësisht pozitën që kom pas, për arsye se gjatë gjithë asaj kohe, të punësum që kemi qenë në vendkalimin kufitar, ne kemi kry vetëm kontrollën kufitare, do të thotë hyrjen e daljen. Ndërsa sigurimin e krejt asaj e kanë pas njësi tjera të Ministrisë Punëve të Brendshme, cilët nuk na janë përgjigj neve. Megjithatë je ballavaçu ke qenë aty. Dhe si ka qenë çaj përjetimi yti dhe çush e ke ndjenë përgjithësi çat fatkeqësi kolektive, çat golgot. Të gjithë atë që ka ndodhur, atë katastrofë humanitare, njerëzore, nuk di se çfarë termi apo, për arsye se është problem, mendoj se
duhen njerëz tjerë është dasht apo duhen shumë ta trajtojnë se çfarë termit përdoret për atë që ka ndodhur aty. Unë e kam përjetuar shumë rand, për arsye se kur fillon prej ditës parë në mënyrë organizative me tren t'i sjellin edhe t'i lshojnë në vijën e kufirit, se rënqethem, është diçka që unë kam thënë dhe tham, mos dash Zoti, asnjëherë, askush dhe askund mos e përjeton atë. Dhe mos t'i ndodh asnjë shteti ajo, asnjë etnie, pavarësisht apo etnitetin. Dhe në atë kohë ishte problem edhe të ndihmosh, për arsye se ingerencat e mia dhe të punësuesve nuk ishin në mbretësi, në turm. Kordonin policor, krejt çka ishte i përbëm, ishte prej të punësuesve njësive tjera organizative, njësi të ndryshme, cilat vishin prej Shkupit, jashtë Shkupit, kuptohet, ajo ka qenë nivel shtetënor, apo? Mirë po, vetëm që komun ta bëj prej ditës parë, me iniciativën time, po s'm ka pyet askush se pse ti gjendesh në atë turm, pse gjendesh në atë 50 mishin, 100 mishin aty në mesin e tyreve. E vetmja ajo ka qenë që të shoh dhe çka mund të ndihmoj dhe të komunikoj me ato njerëz. Normal kom komuniku shqip si çdo herë dhe kom mendu se ma do t'jap një kontribut shumë të vogël që ato të ndihen më të lirë. Ndoshta e kanë humbë besimin atëherë se kom taku një person cilin e kom njoft, po s'kom ditë si t'i drejtohem kur e kom pa në turm, ka qenë një biznismen, kishtë rrethu familjen e vet, unë e përshëndes, ai mezit e mflet, kishtë humbë besimin, nuk di, mendonte me siguri apo se pasunia nuk i ka vlejt asgjë, se ka qenë i barabart me të gjithë aty apo. Këtë e thë me keqardhje, po ka qenë një realitet, edhe kam selektu familje, njerëz të kategorive të ndryshme, kur tham. Kam pa njerëz cilët me një batani mbajnë një person të palëvizshëm, i smut, apo me të meta, edhe ju kom dhënë një prioritet, po asnjëherë dikush prej ato cilët e sigurojshin kordonin, thyshëm hecni, vazhdoni, po nuk do të na lshanaj, hecni ju. Edhe vetëm i thyshëm, unë jam këtu, aden. Kanë bo një respekt se edhe ato nuk janë ndje mirë kur e kanë pase nuk jap prioritet del dikush që nuk e ka meritu. Askush se ka meritu ndetjen aty. Dhe çka ka qenë kryesisht kërkesa këtyre njerëzve, kësaj popullate? Vetëm me dalë andej, vetëm me shpëtu apo jo? Kërkesa ative ishte vetëm me shpëtu. Do të gjithë që kanë qenë, vetëm të largohen se nuk e ndishin veten të sigurt në atë ndërmjet zonë. Ajo i thuhet apo ndërmjet zonë, po ishte territor i Republikës Maqedonisë. Dhe në fillim ka qenë si katrahur, po pastaj pa të fillu si mu profilizu për i shërbimeve, si që përmendet ti që ata trajtohen tash si refugjat, që mos lijen ashtu të lirë, po të koncentrohen dhe dërgohen me autobusa Stankovec në kamp apo jo. Dhe këtu ka qenë edhe problemi që edhe ju s'kini mujt me veprue bash sukses që më që ashtu me mas të madhe të popullatës, se populata veç ka dasht vetë të kaloj kufinin, apo jo, dhe të ndihen të sigurt. Është e vërtet ajo, mirë po ka pas të thëna, po se policia i ndalon, policia nuk i lejon, i ka bloku policia në Blac. Avdel, më falë që po të ndërprej, këto edhe ka ndodhë, por pse ka ndodhë këto? Ka ndodhë për arsye se çështja e Blacës dëshironte nga miqtë tonë trajtohet dhe të ekzistoj si një katastrofë humanitare. Mos harro që po flasim kohën kur ndodhshin bombardimet e NATO-s. Dhe ka pas kogja luhatje në grupin e shteteve të NATO-s për çështjet bombardimeve. Dhe Blaca është ajo në momente caktuara që ka qenë motiv i atyre që i kanë shty bombardimet. Dhe kjo unë e mendoj dhe e vlerësoj që ka ardhur me një sinjal prej aleatëve tonë që le të stopohet pak qarkullimi, le të rritët çështja e Blacës, ashtu që të ekzistoj entuziazmi për bombardime. A e ndan këtë mendim? Është fakt, mirë po, deshta ta potencojate se policia ka zbatu urdhnat e institucioneve. Politika e Maqedonisë në atë kohë, ato nuk e kanë kry punën e vetë që është dasht me kryja, po. Kanë pas rezervat e veta, edhe për atë arsye, një kohë kemi funksionu ashtu, mund ta flas se nuk është sekrete ajo, po ka pas një urdhër ku në brenda një ore të kalojnë vetëm 20 deri në 30 të lëshohen të hyjnë në Maqedoni. Edhe pse kishte organizata të ndryshme
prezente aty, përfaqësues të organizatave të ndryshme pse ishin. Ato shifshin se është duke punu, funksionon. Edhe erdha me një situatë njerë thash, a ban ta mbyllni këtë kufi. Për arsye se një ditë prej ditëve edhe aturdhën që ishte, në mënyrë kështu me një vedije të plot, ju them punësumve aty, them përshpejtonje pak këtë. Ato e dishin se sa kohë duhet merr. Them përshpejtonje, më shpejt. Edhe brenda një ore, dikun te 150 hyn. Duhesh të informohen në ministri se çdo orë informohesh se sa kanë bërë hyrje. Avdel, në këtë situatë ke pas edhe ballavaçim me njerëz edhe të njohtur. Dhe ata gjithkund e kanë lyp Abdylin ose edhe nëse nuk e kanë njoft, kanë ndëgjuar që Abdyli ekziston, është një shqiptar këtu që është në anën e popullit që po i ndihmon. Megjithatë, ke pas rast kur edhe persona të rëndësishëm, le të themi, politikaj, profesora ose udhëheca, ish udhëheca këta ku. A mundesh me shkoqyt dhe përvojat me i tregu, për shembull këtu me njëre po e përmendi rastin e profesor Aganit, i cili fatkeqësisht pstoi pastaj, por ka qenë tendencë ti për të larguar me tren. Ne në atë kohë me presidentin Rugova kemi pas qenë pengjet Miloševićit, siç mund ta dish, dhe nga Beogradi patëm fluturuar në Rom. Pastaj profesor Qosja ka qenë publicisti, Blerim Shala, çka mban mend me i veçu tek këtu ndonjë njeri dhe si ka ndodhur? Të kanë thirrë njerëz si e ke kuptu, ka intervenu dikush? Nëse bisedojmë do të thotë për kohën e egzotit, për arsye se të tretë që mi përmendët i kom njoft personalisht, mund të them më tepër raporte apo afërsi apo komunikim kom pas me të ndjerin profesorin Fehmi Agani. Humbjen e atij e kom prit shumë keq, mirë po ajo që ka ndodhur do të thotë, ardhja apo e Fehmi Aganit, e profesorit, ka ardhur treni dhe është kthy, nuk ka zbrit askush prej trenit. Ne pritshmi se do zbret dikush, nuk zbriti askush edhe u kthy treni. Mirë, po nuk kemi pyet palën tjetër se pse u kthy. Është çështje e atyve. Kur të nesërmën si duket ashtu, lajmi erë se është ekzekutu. Dhe në krejt këtë, pasi që ndodhi ajo, më është paraqit Edita Tahiri dhe i Mereqica që ka qenë personel apo i shërbimeve. Edhe më thanë se bashkëshortja e profesorit, zonja Sadie, me djalin e madh, me mentorin, pas kryerjes së ceremonisë së vorrimit, duhet vinë sot këndej, a ekziston mundësia që të ndihmojsh diçka, të mos hynë kamp për arsye se djalin e vogël, Shpendin, është i vendos në Tetov, edhe tani pastaj të bën bashkim familjar. U dash bisedoj me e pror, që të mos ndodh ajo. Mirë, po me vonesë pak paraqitja do të ato kishin arrit më herët pak, edhe i kishin vendos në kampin e Bllacës, për arsye se për hir të opinionit, përveç ato që pritshin për me hyrë në Maqedoni, u formu edhe një kamp aty, i posaçëm për arsye se kampe tjera nuk mundshin t'i pranojnë si numër, s'kishin ku t'i vendosin, edhe erdi djali, kisha një komunikim pak të ashpër me e prorin e atij kampi, më në fund vendosa, shkova, i nxorra prej aty edhe u vendosën në Tetov. U bashkuan. Procedurën pastaj atë procedurë që duheshte ta banin për bashkim familjare kanë bërë me siguri, ndërsa për dy personalitete tjera, për akademik Recep Qosën, gjithashtu gjatë kalimeve se me vite, apo edhe kom pas rast përshëndetem, bisedoj shumë herë me te, mirë po kalimin për në Maqedoni, për arritjen e Recep Qosës, se është akademiku në Blac, apo se do mbrin në Blac, ma ka konfirmu një ish kolegju im, ka qenë një nën sekretar atëherë për sektorin për të huj, Ylber Lufi, për ndryshe është nga Struga, me të cilin jemi njoftë edhe para se të vjen në atë post, mu paraqit dhe më tha, shif, nëse ka mundësi, tha se do të vjen akademik Recep Qosja edhe me nxirr që mos të mbetet në atë pjesë, për shkaqe sigurie dhe ku ta di çfarë. Po nuk kishëm formë tjetër dhe u dasht të përdori megafonin
me uniform edhe t'i apeloj. Ta kërkoj, po, në mas. Dhe jam drejtu ashtu, në moment që shmë ka ardha, po, se të ishtë në atë 100 mishin, po vetëm jam drejtu, kam thënë, lutet akademik Recep Qosja, që nëse më dëgjon të lajmërohet dhe në gjuhën shqipe, po, dhe të drejtohet në hyrje të shtetit. Dhe kam thënë se nuk e meriton të mbetet këtu, mirë po as ju tjerë që jeni këtu nuk e meritoni këtë, por ai duhet sa më shpejt të lëshon këtë vend. Edhe mas tiku 15 minutave 20 ashtu, më janë lajmëru se veç ka arrit. Po nuk jam digju mo, nuk e kam pa mo. Jo, mas prej atër jo. Profesor Qosjen, a ke taku në kufi? Atë dit? Po. Jo, se unë e kam qenë turn poshtë rreth Hekurudhës poshtë. Dhe, do me thonë... Vetëm ka informu. Thirrja jote ka bo që ai të shkon, po kur ti mos se ke taku, apo? Jo, kur se kam taku. E si ka dalë në kufi pastaj? A në kufi ka dalë se veç o koni paralajmëruar dhe ende funksionon të kufini. Lëshojshin mirë, po i është dhënë një prioritet. Megjithatë është fol që ka qenë i maskum dhe ti për rreth kësaj çka den? Më është thënë vetëm se nuk do të thotë mjekra nuk e ka pas. Do të thotë ka qenë pa mjekër. Një kapel sepse ajo është edhe paraqit. Ka qenë ashtu situata ka qenë që besoni nuk ka mund gjitha gjanat atë vërtet. Edhe profesor Agani ka qenë i maskum dhe në tren fjala vjen nuk është gjetë aq lehtë, sepse ka qenë dhe maskimi në këtë rast ka qenë e vetmja mënyrë për me ik identitetit dhe kjo kuptohet. A ka ndonjë personalitet tjetër që të kujtohet që ke ndërhy dhe i ke ndihmu në këtë rast? Në atë rast, gjatë egzodit do të thotë me Blerim Shalën nuk jam taku. Asnjëherë s'kom komuniku me te, atë kom njoft do të thotë çdo herë në shumtën e rasteve para luftës Kosovës, flas. Ka udhëtu si duket është i ndjer Bardh Hamzaj, kryeredaktori i Zërit, bashku thoshin me te, edhe ndonjëherë kur ka pas telashe, pas kohe, më lajmëron të Bardhi, po. Po dhe keni komunikim. Jam me Blerimin, kemi problem. Do me thonë kufi nuk je ballavaçu me Blerimin. Me Blerimin jo. A e din pse po e thom dhe e ceka? Nuk e di. Sepse Blerimi ka pas një përjetim shumë të veçantë në kufi dhe shumë të rrezikshëm. Sepse kur e kanë taku Blerimi ka qenë antar i konferencës Trambujes delegacionit shqiptar. Po. Dhe serbët e kanë ndalu. Po flas te pjesa sërbe në fakt, që kjo s'ka të bëj me juve, por unë po pyes sepse ai ka kalu. Kur ardhte sërbët kanë thirrë në telefon në shtëpitë Rrugovës dhe kanë thonë, a doni me e kthy Blerim Shalën. Merreni me mend çfarë makinacioni, kishte që a ju duhet Blerim Shala tjetë me juve apo jo. Dhe unë e kam folë në telefon, ja kam përcjell mesazhin e Rrugovës dhe kam thonë nuk duhet Blerimi të kthehet, ai ka zgjedh me dalë dhe çka ka me u kthy ai, s'na duhet asgjë dhe ai duhet lënë të lëvizë i lirë. Dhe pastaj ka dalë Blerimi dhe këtë rrëfen Blerimi, por ka pas përjetime të vështira se ka pas tretman që se kanë informuar, ka mbajt me kohë, me orë të tëra. Dhe kjo është ke arsyeja pse të pyeta për Blerimin. A mban mend ndonjë personalitet tjetër që njeri publik që i ke ndihmu me kalu kufinë? Po njeni ka qenë doktor Alush Gashi, antari kryesisë LDK-s, apo? Po, edhe këshilltari presidentit Rugova. Edhe këshilltar ka qenë i presidentit Rugova. Ai kur e ka lëshu Maqedoninë, ka qenë në orët e vonshme të mbrëmjes, edhe një aktivist, për arsye se kishmi aktivista të shoqatës humanitare El Hilal, e cila në atë kohë ishte në ombrellën e Bashkisë Islame të Maqedonisë. Edhe kishte edhe aktivista tjerë të partive tjera, të ri që vishin të ndihmojnë, të shpërndajnë ushqim, edhe t'ju ndihmojnë. Edhe më kujtohet, ka qenë diku në ora 3 e mëngjesit, vin një djali, një miku tim, një biznesmenit shqiptar nga Maqedonia, djali Enver Maliqi, Alban Maliqi. Edhe vin të unë zyre, rastisht ishëm në punë edhe më thot, a ka mundësi, tha, 2 persona me nxjerr, tha, prej këtu ujit. Thash nuk ka mundësi. Ama nuk ban, tha, i tha me mendejt ati. Pse s'ban po tjerët a bëjnë? S'kishëm ingerenca, apo? Se kordonin policore kishin tjerët. Thash, po nuk ban, nëse s'ban a ban, ma tregoj kush është ai person. Tha jo, nëse nuk e tregon, hec.
Një 2 minuta, se ishtë me një shok të vetin edhe, tha, apo i tregojmë, tha ma mirë, din. E din taj se kisha raporte me të ndjerin, tash i ndjer është Enver Maliqi, tha, po ju tregoj, tha, Alush Gashi. Thash, ku është? Tha, qatje, pa di prej kure kërkoj unë. Edhe bashkë me motrën e vetë ishtë. Dola i mora, erdhën zyre, pitën nga një kafe, edhe u nisën për Shkup. Jem taku një herë në Ferizaj mas luftës krejt, rasisht, kemi pinë nga një kafe, qëfar duhet ta të bëj për ty se, thash jo, kur gjos duhet me bo, thash, unë kom bo punën time atëherë edhe. Ky ka qenë do të tot, një edhe Nazmi Mustafa. Si emën e kom pas të njoftun. Ka qenë kryetari qeverisë federative, Këshillit Ekzekutiv Federativ një kohë. Atë ditë që akademik Recep Qosja që ka kalu do të tot, njëkohësisht informojshëm gjithë masën e njerëzve që ishin aty, se Maqedonia bën përpjekje t'ju vendos gjithëve, në pyetje është koha, se kur apo do kaloni krejt. Njerëzit hallet e veta bëshin pyetje të ndryshme, apo a mund t'i bashkojnë familjes, a mund këtë, a mund atë, edhe në një moment mu ofruaj, mu drejtu, tha, ban një pyetje ta bëj, tha, se të lodhën krejt to, thash, jo nuk më lodhën, unë e kam punë këtë, tha, edhe më tregon kështu me dorë, tha, jam i plagosun para 2 ditëve, tha, në Prishtinë. Kish një xhaket ngjyrë kafe të lëkurës, vëreshte, edhe tha, që 2 ditë, tha, ka 2 ditë, tha, kolegët tu këtu nuk kanë mirë kuptim, tha, kërkojnë ndihmë mjekësore, nuk ma mundsojnë. E mora bashkë me mu, dul, thash, nëse don, të vazhdojsh për Shkup, mundesh me vazhdu, tash. Jo, tha. Jo, tha, se du t'i kthehem, ta, tjerve, familjes e me kanë një këtu. Dhe më në fund, kur është dhënë urdhë se gjithë duhet të kalojnë këtu, kam qenë punë, ka ora 10:30 mas dite, edhe më kanë thënë se organizo, çfarë duhet, sa duhen punonjës tjerë nëse duhen, edhe mjetë e punë çka duhen, po ka urdhën që të gjithë të kalojnë. Ajo ka qenë ditë ndoshta më e rëndë nga të gjithë tjerat. Deri në ora 11 të mbrëmjes, asnjë person nuk ka mbetë. Dikun edhe gjatë ditës çka kanë kalu diçka, po atë ditë do të thotë kanë kalu dikun 33.000 apo 34.000. Kemi pas një problem me të sëmurët, me pleq, të lodhur nga mosha, po na kanë ndihmu shumë aktivistë që ishin, edhe prej Hekurudës poshtë, prej asaj gropës poshtë, apo populli që e emroj me Loqi, apo Balta e Bllacës, prej asaj, ju kom thonë bëhuni direshta, edhe na forsi ndoshta 1 metra, 2 metra me njëri tjetrin, edhe krejt ashtu deri në altë se ishte ajo pjesa para se të del te objektet në rrugën kryesore aty ku bëhet edhe kontrolla, i kemi kalu krejt edhe ato, dhe më në fund, kom thonë të hyni të kontrolloni në për ato tendat që ishin të improvizume, se ato gjithë kanë nejt apo në qiellin e hapur, dikush ka nejt prej ditës parë dhe ka mbet aty, dikush ka kalu më shpejt, në lëviz pak. Po në këtë rast duhet ta përmendi vetëm një person që më ka ndihmu, më ka dhënë një ndihmë në aspektin logjistik. Për të fituar kohë, më duheshin tavolina, më duheshin ulse, që mos të veproj vetëm me 5 vendet punës i kishmin e në hymje. Ka qenë një Ramadan Sadiku është i fshatit Sfillare poshtë me afër fshatit tim të lindjes, ka mbajt një restoran Evropa, 92 aty. Edhe shkoj, unë i tham, a ban tash më japish çto tavolina çka i ke edhe karrika? Thash se më duhen. Tha, meri, thash nëse ti damtoj, ne e ban halal ose do të gjejmë formë, thash ti kompenzojmë ato. Edhe i kom vendos edhe kom hap do të thotë vendet punës 18 vende krejt. Që sa më shpejt njerëz. Çdo minutë do të thotë kalojshin nga 18, çdo kush duheshte të evidentohet. Kush ka pas dokument mbas dokumentit, kush ka pas dokument është evidentuar mbas asaj deklarativisht. Edhe të nesër mbas orës 11 natës nuk mbet asnjë person aty. Autobusat vishin i barçin, është fakt se nuk e dishmi se ku i çojnë.
Mirë po, kam pas reagime nga një pror që erdhë ma vonë, pse i ke toleru këtu, sa ato mbetën nën kulmin e mbulesës që ishte apo, vend kalimit kufitar. Tha shumë kom zbatu urdhnin, po pse si ke lanë aton? Si kom lanë, po ti lishan aton, S'dijej fati tyne. nuk di fati tyne se ndoshta mund të vinte një urdhën tjetër ndërprite, apo? Po, dhe ata mbesin. Edhe mbeteshin, në atë pjesë nuk kanë qenë sigurum, po nuk di, fal Zotit, apo? Nuk ka ndodhur ndonjë incident. Derisa ato ishin në atë teritorin ndërmjet zonë, ta quajmë, popullore, në fjalorin popullor, edhe pastaj filloi numri të zvoglohet. Ka pas një rast tjetër edhe këtë ta përmendim, mendoj tjetër nuk di çfarë, më paraqiten thënë kemi një grup të njerëzve të rreshtuar si ushtar, dy rreshta. Edhe një udhëheq. Prej palës sërbe, thënë ai kanë shumë këton. Tha janë dalë aty nuk hecin këndej. Taman ku është ajo, ju e keni të njoftur në atë mirat vend, ura aty që ishte ajo një urë e vogël, po. Ajo ka qenë vi kufitare. Po. Edhe thot, janë dalë aty. Tha shkoni pyetni, bisedoni me ato njerëz, kush janë, çka janë aty. Dhe më informuan se kanë qenë në burgun e Dubravës të mbajtur, një muaj e gjysmë apo dy, edhe i kanë marrë me autobus, i kanë pru deri aty dhe i kanë lëshu. Ato atëherë u vendosën do të thotë, u strehun tema pa, në një tent të posaçme. Po. Disa herë kam shku, edhe pse s'kishëm ingerenca në atë kampin aty të Bllacës. Ju kujdes për ta. Jam interesu, mirë po, fillova vinte keq të shkoj edhe t'i vizitoj, për arsye se unë taman të hyrja e tendës, kur u paraqitshëm ato si ishin të pushu kretu që ishin kambe dhe durt mbas shpini që ishin, mendojshin se janë ende ishin me trauma faktikisht, apo? Të burgut. Të burgut, po, kam bisedu, tregojshin apo rrëfimet e veta, dhe kanë pas një udhëheq, për tash nuk më kujtohet emri, e kishin caktu si përfaqësues që ato kërkojshin sa më shpejt largohen prej atij se nuk e dishin se çka do të ndodhë më tutje. Po. Si mas rrëfimeve të ative ju është thonë, kinse se, thamë atë çka kanë thonë ato, kinse se do t'ju marrë tash me autobus, do t'ju çojmë kufi me Shqipërinë, do t'ju veshim me rroba të UÇK-s, edhe do t'ju pushkatojmë atje. Mirë po thot, kur e shohmi terrenin këndej, të njoftun, nuk është kjo është ka Maqedonia, edhe thjesht ishin habit ato se si, apo i kanë pru, i kanë lanë aty, edhe mas disa ditëve, thamë, krejt ndodhi ajo që u pastrun krejt prej aty, po edhe ato, kush, ku ka shku, çka kanë bërë, tani ka qenë punë dikuj tjetër. Po, shpresoj dhe uroj që mos ndodh asnjëherë dhe askush mos ta përjeton atë. Kur ti jesh i punësuar në një institucion është shumë normal se duhet të mbrohesh interesat e institucionit, interesat e shtetit. Po krejt ato të bazume në ligje, në ashtu. Edhe nuk ka qenë lehtë, po që edhe sot jam ende. Avdel, në këtë kohë, si që tha kufini u zbraz, kështë njëri, unë vetë personalisht ndodhesha me presidentin Rugova të ngujuar dhe të marrur peng nga policia dhe ushtria sërbe në lagjen e Velanis. Me një plan të tyre, mu më detyrun dhe me miratim në një farë mënyrë ose me lejet presidentit Rugova që ta bëjnë një udhëtim në Shkup. Dhe mund të them që isha ndër të rallët që në atë kohë dhe në atë mënyrë të shkoj në Shkup dhe të kthehem. Shkumjen në Shkup e kam bo në përmes të kufinit në Preshev, ku në anën tjetër më ka prit i zyrës së Gligorovit, Aleksa Donevski dhe një mik yni dhe një veprimtari madh Edmond Kërliu, dhe unë kam ndajt 2-3 ditë atje në Shkup, pastaj më kthy. Kthimin e kam bo në përmes Bllacës. Dhe mund të them që kam qenë ndoshta i vetmi shqiptar në atë periudhë që po hyn Kosovë. Sepse gjithë kanë qenë pretendimet, por kufini në këtë kohë ka qenë i zbrast. Më kujtohet si sot që në kufit kam taku edhe ty. Dhe ti shumë mire ke ditë se ke pas informacion me fatin e Rugovës edhe timin. Çka mundesh me shkoqit nga këtë moment, veç
nëse kur gjë tjetër vetëm si ndjesi, se aty kam ardhur prap me këta njerëz, me Edmondin dhe Aleksën, pastaj kam kaluar ndaj kufirin dhe në hyrjen në Kosovë kam prit serbët, ku pastaj më kanë dërguar në vilën në Velani. Çka mundesh nga ky moment? Më kujtohet ai rast për arsye se nuk funksiononte hyrja për Kosovës e dalja nga Maqedonia. Edhe para se ju të arrini aty, erdhën kolegët atëherë serb që ishin në Hantelezit, edhe thonë se jo mu, po kolegëve aty, apo informojnë, thotë, jemi me makinë këtu se pritmi një person ta shoqërojmë. Të drejtën të themi shumë kureshtar, mirë po kur pash se ju jeni, apo ju kom përshëndet, tash ju kujtohet juve ajo, mirë po u përshëndetëm edhe kalut ju. Edhe pse pastaj kisht në mediumet Maqedonisë, është pa kush është ky person me këtë, po nuk kishmi kohë asun as ju që të bisedojmë, apo? Edhe në fundit ajo, do të thotë udhtimi juaj në Maqedoni edhe kthimi juaj prej këndej ishte çështja që ju takonte juve, edhe çdo herë jam mundu që sa më pak të di diçka, atë çka duhet ta di atë çka s'duhet. Në fakt ka qenë udhtim, siç e thash dhe unë kam sqaruar, është thonë, është shkruar kom libër rreth kësaj, por mediat Maqedoni, mediat shqiptare, nuk kanë qenë korrekt rreth kësaj, duhet ta pranoj, sepse është bën një intervistë në gazetën Fakt dhe është dhënë dhe ka qenë një intervistë mjaft pozitive, por ja që ka qenë një koment atje redaktorët e kanë fut në fotografitë gazetarët që kanë ardhur, i kanë paraqitur edhe një person dhe ai person ka qenë një mik i jam që e kam thirrë prej Shkupi se është dhëndër i Shkupit dhe ai është Recep Baholli dhe shihet në fotografi e gazeta Fakt e kishte rrethuar dhe thotë kush është ky njeri me Merovcin, këtu që i bie se mos është një njeri i sigurimit. I sigurimit, po. Do të thonë këto vargjana shka ndodhur, por kjo është një e kaluar. Jo. Dhe sido që tjetë kjo ka përfunduar dhe jemi në rregull. Avdil përfundon lufta, çlirohet Kosova, hyn NATO-ja në Kosovë në rrugë toksore. Avdili vazhdon me punu ende, cili është tani fati yt edhe në luftën në Maqedoni, e cila ishte ajo që ishte, zgjati atë sa zgjati, por e pat efektin e vetë, sido që tjetë ti e ndodhë në situata të tilla, mandej e di që dikun mbas vitit 2000 ke pas një çortim ose një degradim ose një ulje të pozitës për veprimtarinë tonë, çka mundesh më thonë shkurtimisht rreth kësaj? Kur fillun vetëm të kthehen në Kosovë, po, ato që u largun nga Kosova, me 15 tetor 1999, më dhanë një vendim të punës në të njëjtin nivel, zavec komandant në stacionin policor në Karposh. Që ishte për ty degradim, apo jo? Kjo nuk ishte degradim. Në të njëjtin vend pune, mirë po, do e mos duhet përmendi partinë e cila ka qenë në pushtet, në atë qeveri. Partinë shqiptare. Ka qenë parti shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare, po. Ato kishin dorë në ato transfera atër kur i bojshin. Nuk e di arsyen se pse, asnjëherë s'kom pyet askënd, as që më intereson. Edhe vazhdova atje deri në 18 qershor 2001. Filloi lufta në Maqedoni, ishte problem për shqiptarët punësuar, posaçërisht. Mirë po, partia e cila ishte prapë do ta përmendi, se s'kam asgjë ndaj kundër asaj partie, kishmi një zavens ministër shqiptar, i cili nuk bisedoj me askënd, nuk sugjeroj askujt diçka. Dhe ky ishte? Ky ishte Refet Elmazi. Edhe mbet ajo çdo kush të sillet ashtu siç don, ose siç mendon vet. Kështu që filloi lufta, filloi çtrihet apo nëpër trevat ndryshme të shqiptarëve, prej Tanush, Kakumanova, pastaj filloi Radusha, Tetov, Gostivar, andaj. Edhe me 18 qershor, një natë përpara, do të thotë, kanë caktuar një pikë në drejtim të Radushës, me 18 në mëngjes, do të thotë 17 ndaj 18 ka ndodhur. Me 18 në mëngjes, më lajmërohet se duhet vish urgjent punë se ju presmi këtu. Orarin e kishëm në ora 8 jem, ajo ndodh në ora 6, thash, unë në ora 8 jam punë. Jo, tha se prej mbram kemi fillu me aktivitete atje, tha edhe duhet ti t'jesh zavenci ati komandanti që caktohet, edhe atë urdhën unë nuk e respektova.
edhe i pritshëm tani pasojat pas asaj. Prej asaj date do të njëjtën ditë më kanë përgatitur vendim, më kanë degradu nga vendi i punës, po të them ndoshta për 10 gradë. E pse refuzove ti? Refuzova se ajo luftë ishte sipas komunikatave të ushtrisë shërbimtare kombëtare, ishte luftë për të drejtat e shqiptarëve. Nuk ishte luftë për marrje të territoreve. Një shef timin që e kom pas, një komandant që e kom pas, me një farforme ja pa ta tërhek vrejtjen, mos them se e kom lut, po i pa ta thonë kështu. Mos më planifiko ku ka front, ku ka pika. Do të ndetyroj ta lë punën. Se kjo një ditë do të përfundon, edhe thjesht i kom thonë se nuk lejoj gjeneratat e mia që vinë mbrapa, që i kam dhe që do të jenë, nuk du askush thot e shef kët, po ky është djali, ky djali është i atij që ka luftuar kundër shqiptarit, apo ky është gjyshi, ky është nipi i atij, stërnipja ku e di qysh. Mirë po, e përmenda në fillim apo i la çato numrin e pak shqiptar që ishin pa asnjë organizim, ose nuk tham që të organizon taj diçka, po vetëm të sugjeron se shif. Ose linje punën, largohuni, ose rrini. Unë në përmjet dikujt atëra, ka shkuaja, ja ka thonë, atë një mik i tij, ja ka thonë, nuk e di, thash pyete se çka bëjmë ne, kish një komunikat, numër 6 ka qenë, kujtohet e UÇK-s, ku apelojshin që të gjithë punësumët shqiptar, Ministrinë e Punëve të Brendshme, t'i braktisin vendet e punës dhe t'i bashkangjiten ushtrisë shërbimtare kombëtare. Edhe ai ka thonë jo, po nëse na çojnë në përpika, po çka ka lidhje, policie do të shkojsh, po kur të shkojnë pikë, sa të vësh kundër vllazëve tu. Po. E për atë, ajo ishte, e pastaj në fund vitit 2002, kur ndrru përbërja e qeverisë, erdhi në të bashkëqeverisë Bashkimit Demokratik për Integrim, atëherë më kthyn faktikisht, më avansun prej atij vendit punës atje ku ishëm, si zavenci kryeshefit të vendkalimeve kufitare në nivel shtetit. Qëllimi me siguri ishte se unë ose ta braktisi Ministrinë e Punëve të Brendshme, për arsye se një udhëtim prej Sfilarës deri në aeroporti Petrovec, ka qenë ai stacion, ishin 35 km me një drejtim, duheshte të udhëtosh me makinë private se s'kishe tjetër formë të komunikimit, do të thotë një vjet e gjysmë vetë atje. Në fundit ndihem krenar për atë që kom bë, për atë, edhe pse nuk ma ka thonë kush, ka shkruajt në atë kohë fakti, ka pas një 3 rreshta, se u shkarkun 3 shqiptar nga ministri Lube Boshkovski, 3 punonjës vetëm se ishin shqiptar. Po nuk tham se ne 3 që na kanë shkarku se kemi qenë më të mirë se ato tjerët, apo më shqiptar se ato, tash secili me fatin e vet. Shif duhet ta potencoj edhe një diçka tjetër. Do të thotë kur u ktheva në sektorin për çështje kufitare dhe migracion, do të thotë si zavenci kryeshefit atij sektori, vendkalimeve kufitare, mu dha rasti që të bashkëpunojmë me kolegët nga shërbimi policori Kosovës. Në vitet faktikisht 2003, 2 nën komitete u formuan me një marrëveshje kisht me UNMIK-un. Në atë kohë, njëri ishte do të thotë për bashkëpunim ndërkufitar me UNMIK-un, tjetri ishte për luftë kundër krimit të organizuar. Po rastësisht atë nën komitet për bashkëpunim ndërkufitar me urdhën të ministrit e kam udhëhequr. Takimet i kishmi 2 mujore, një në Prishtinë, një në Shkup, edhe vime një situatë, diku 2005 ka qenë si duket, edhe më pyet përfaqësuesi i UNMIK-ut i cili ishte përgjegjës për kufirin e Kosovës, dhe më thot se a ka mundësi, thot, a ju pengojnë juve përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës të marrin pjesë në takimet në Shkup. Nuk e kisha më drejt t'i përgjigjem me po ose jo, mirë po vendosa t'i them po. Edhe u dasht pas kthimit, për arsye se në delegacion kishëm edhe kryeshefin tim, edhe u dasht që të bëj një raport, pa marrë parasysh, po ta potencoj se mos bë kjo pyetje edhe unë veç ja kam dhënë përgjigjen, nuk ishëm ai i cili duheshte ti përgjigjem atë. Po me një elaborova se këtë ja kam thënë për hir të bashkëpunimit, se ne duhet bashkëpunojmë me shërbimin policor të Kosovës, mos sot nesër. Edhe takimin e parë, kur është dash ta mbajmë të radhës, ai filloi të taktizon përfaqësuesi i UNMIK-ut, edhe thot, kësaj radhe nuk kemi, se i kemi në udhëtim jashtë shtetit, jemi me numër të vogël, edhe atë do ta bëjmë në të ardhmen,
Edhe unë i them oficerit për lidhje, thash, lirisht mund të thuj se e anulohet takimi derisa nuk siguroni përfaqësues shërbimit policor të Kosovës. Mirë, po për fattimin, mas 3 orëve ai lajmërohet, i thot atij e kemi siguru, thot edhe do të vim. Edhe personi i cili për herë të parë ka dalë prej Kosovës, prej shtetit apo, ka qenë Isamedin Mehmeti, i cili ka qenë më vonë edhe drejtori i policisë Kosovës. Ai ka ardhur takimin e parë dhe pastaj fillun ato takime në vitin 2008 në shtator ka marrë pjesë si përfaqësues i Ministrisë Punëve të Brendshme të Maqedonisë bashkë me një kolegë maqedon. Ftesa ka qenë zyrtare e drejtuar me Ministrisë Punëve të Brendshme dhe më caktuan mua edhe atë në festimin e 7 vjetorit të formimit të policisë Kosovës. Kështu që ka qenë një kënaqësi për mua, edhe tjetrën më në fund duhet ta përmendi se ditën kur është shpall pavarësia e Republikës Kosovës. Jam caktuar që të mbikëqyri kalimin e qytetarëve nga Maqedonia në vendkalimin kufitar Blac dhe do të tatkohë me komandantin e policisë vendkalimit kufitar mendoj të Hanit e Lezit Bedri Berisha. Kemi prit bashkë atë moment të shpalljes pavarësisë. Kështu që kjo është një histori e jetës sime nga shërbimet e policisë. Abdel, ke ndihmu shumë veprimtar të Kosovës, profesor intelektual, dhe kryesisht kanë dominu njerëz të LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës të asaj kohe. Udhëheci i LDK-s mas lufte ishte në pozitën e presidentit dhe ai ndroi jetë në vitin 2006. Deri sot që po takohemi ne, mas kësaj periudhe kohore, ke pas ndonjë kontakt, ke pas ndonjë thirrje, ke pas ndonjë shprehje mirënjohje, ose a je ndi i falënderuar për krejt këtë aktivitet që e ke bërë deri sot? Kam mbajt kontakte me Edita Tahirin, edhe pas luftës, edhe sot e kësaj dite jurojmë njëri tjetrin ndonjë fest, me Alush Gashin, një kohë, doktor Ali Aliun e kom taku disa herë në Shkup, mirë po thjesht ndonjë ftesë që të bisedohet një herë mas krejt asaj që ka ndodhur, apo tulesh të qash hallin, kjo është hera e parë nga ana juaj, edhe mendoj se unë jam i kënaqur me këtë, ju falenderohem, po mendoj se ka qenë e duhur një takim kësaj për shumë dilema ndoshta të qytetarëve të Kosovës gjatë gjithë asaj kohe, po unë kam qenë një, s'kam mund çdo gjë të mbuloj, s'kam mund çdo kujt t'i ofroj një ndihmë, aq sa kam mund do të thotë diçka. Abdel, falënderit për krejt që ka ke bo për Kosovën dhe për veprimtarët e pavarësisë të Kosovës. Falënderit shumë që ka ke bo edhe për mu personalisht si një njeri përgjec për protokoll dhe siguri të udhëhecit Kosovës, Ibrahim Rugova, për ato vite. Zotit ta dhash netën e të prifte mbara me ty dhe familjen. Falënderit shumë. Ju falenderit edhe njëherë ju përgëzoj për emisionin që keni. Është një emision cilin e pëlqej shumë, për arsye se në këtë emision bisedohet me fakte, bisedohet me njerëz cilët kanë kaluar në atë periudhë dhe cilët personalisht deklarojnë për të kaluamën, me siguri nuk është rastësisht atë emrimin apo të emisionit fakte. Faleminderit shumë. Ju uroj shëndet. Gjithatë mira. Faleminderit. Ju falenderit edhe juve. Shikues nderuar, vlerësoj se ky ishte një ndër rrëfimet më unike prej se transmetohet emisioni Fakte. Avdili, miku im dhe miku i shqiptarëve, na e zbardhi këtë histori që herë na duket utopike, thua se ka ndodhur dje, e herë na duket thua se ka ndodhur para një shekulli. Me të vërtet, populli ynë është populli fort. Me gjithë këto peripeti, ai mundi të i kaloj këtë tragedi
të ndodhur dhe pas lirimit ju vërsul mbjetesës dhe rehabilitimit psiqik dhe material dhe solli Kosovën këtu ku jemi sot. Kosova e pavarur edhe pse me një funksionalitet të brisht, por mos të harrojmë se kemi vende ku luftrat kanë ndodhur më herët dhe ende edhe sot ndjehet era barutit. Le ta kujtojmë për shembull Sarajevën, ku edhe sot kemi relikte, atmosferë dhe ndjenjë lufte. Duke i falënderuar edhe njëherë Zotit Avdil Rexhepi për tërë kontributin e vet ndaj popullit të vet në një kohë të vështirë, po e përmbyllim edhe këtë emision. Miku im Avdil, pa shnet dhe Zoti të ruajt dhe të shpërbleft për punën që ke bë. Emisionet fakte i keni në KTV Koha Vizion dhe Arta, si dhe në platformën Fakte me Adnan Mirovcin, të cilin platformë ju kërkoj ta bëni subscribe. Hani vipa chips dhe pini ujë rrugove. Mirupafshim. Fakte me Adnan Mirovcin përkrahet nga ujë rrugove, vipa chips dhe Medika.